i gjithë kjo që ne quajmë anth, nervozizëm, mjergull mendore, lodhje mendore, pagjumësi, humbjet motivimit e tjera, po dhe depresion, ne i fusim të gjithë në një kornizë ose në një kuti, po themi, psikologjike që themi truri nuk është mirë psikologjikisht, por truri nuk funksionon thjesht me mendime. Truri së pari funksionon në bazë të një biokimie. Sepse truri është organi më i urriturit trupit tonë për nivel energjie. Pjesa më e madhe e vitaminave B, pjesa më e madhe e mineraleve kyçe, acidet yndyrore esenciale, aminoacidet specifike që të rregullojnë problemet e neurotransmetuesve. Këto janë kryesore, prandaj truri është biokimik. Pa këto nuk mund të krijohet as dopamina, as acetilkolina, e cila është ajo që na jep qetësi mendore, nuk mund të krijohet as serotonina në zorën tonë për t'i dhënë një impuls gjithësaj. Tek mjergulla mendore, ne e dim shumë mirë që mangësia e mungesës të yndyrnave të shëndetshme dhe vitaminës B është thelbësore. Tek ankthi, më shpesh është mungesa e magnezit. Te nervozizmi është hekuri dhe kompleksi vitaminave B. Te lodhja mendore është mitokondrit, qelizat kryesore në mitokondrit të cilat ne nuk marrim nivel të energjie. Shëndeti mendor nuk është thjesht diçka uri qelizore, me sa po kuptojmë, vetëm një problem psikologjik. Është diçka që është e lidhur, është qelizore, është e lidhur me, ose më saktë fillon tek ushqimi jon, fillon tek tavolina jon, fillon tek pjata jon, fillon në zor, fillon në gjak. Vazhdon në qeliz dhe pastaj na jep atë që ne shikojmë në fund fare.